أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lavdimet dhe falënderimet tona I takojnë vetëm Zotit Gjellëshanhu. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë. E falënderojmë të madhin Zot Gjellëshanhu I cili na ka dhënë shëndet e na ka mundësuar që të jetojmë në kohrat të cilat Ai ka begatu e me emër të Allahut do të arrijmë këtë muaj të bekuar të Ramazanit. E lutim Zotin që bereqetet, nimetet të mirat e këtij muaji të bekuar të Ramazanit na përfshin edhe neve, ju dhe gjithë besimtarë musliman. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dedikojmë të dashurit njerëzisë, vulës pejgamberëve, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, atij I cili ishte shëmbëltyra më e mirë e praktikimit të Islamit, e respektimit dhe shfrytëzimit të muajit Ramazanit. Për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik e fisnik dhe për të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në përfundim të kësaj dhunjaje. Në ligjëratën e kaluar kemi biseduar apo jemi munduar të shpjegojmë për vlerën e muajit bekuar të Ramazanit dhe kemi vazhduar me shpjegimin e atyre kategorive të cilat e kanë për obligim që të agjerojnë muajin e Ramazanit. Kemi bërë me dije se ai I cili është I smur është I liruar nga agjerimi. Kemi shpjeguar kategoritë e personave të cilët konsiderohen dhe pranohen fetarisht që janë të smur. Prej kategorive që lirohen nga agjerimi është edhe ai person I cili është në udhtim. Nga kjo kuptojmë se ai që është venale e ka për obligim që të agjeroj muajin e Ramazanit. Çdo person I cili gjatë gjithë ditës është në udhtim ka të drejtë që të mos agjeroj edhe nëse udhtimi nuk e ngarkon atë. Thonë Zoti Gjellëshanu, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar." Kush për juve është I smur apo është në udhtim, të agjeroj aq ditë pasi që të përfundon Ramazani sigurisht. Për cilën arsye? Sepse është I liruar nga agjerimi. Ama I madhi Zot Gjellëshanu në Kur'anin familjar, të njëjtin ajet Kur'anit e përmbyll duke thënë, "Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Që të agjeroni është më mirë për juve nëse jeni ata të cilët e dini. Ka ofruar mundësinë I madhi Zot që ai I cili është në udhtim të jetë I lirë apo të mos agjeroj. Mirë po stimulon që personi që ka mundësi me agjeru është më mirë për të që të agjeroj. Por thamë se çdo person I cili gjatë gjithë ditës së tij është në udhtim është I liruar nga agjerimi. Të dashur të respektuar. Namazi fillon me tekbir dhe përfundon me selam. Nëse një moment vetëm gjatë namazit ke bërë një vepër e cila e prish namazin, prishet I tërë namazi. Nëse gjatë gjithë ditës të agjerimit, prej imsakut deri në iftar, e ke bërë një veprim që e prish agjerimin, prishet I tërë dita. Prandaj në mënyrë që me të leju ty për mos me agjeru, është kusht që me qenë gjatë gjithë ditës në udhtim. Me thonë ndryshe, me dalë para syfyrit nga rrethi ku banon, me udhtuar në lartësinë që më konsideru ti udhëtar 89 kilometra prej rrethit banimit, dhe në mendjen tone kije që nuk mendon më u kthye para iftarit. Sepse gjatë gjithë kohës ti duhet me qenë udhtim. Nëse një pjesë të kohës, për shembull ke dalë në ora 10 dhe ke dashur me shku në një vend tjetër dhe mendon më u kthye para iftarit, ti nuk konsiderosh udhëtar edhe nëse I ke kalu kilometrat e udhëtarit. Këto
ky mos konsiderim është fjala vetëm për agjerim, nuk është fjala për namaz. Ata të cilët marrin vesh në shkencat islame, nëse vjen në kundërshtim urdhri i Zotit për agjerim dhe lejimi për mos agjerim, sigurisht që vendimi është për me agjeru. Edhe përsërisim prapë, nëse ka ta'arud mes urdhit të Allahut që ti ke për obligim me agjeru, e që njeriu nëse është një pjesë të ditës vjen ale ka për obligim me agjeru, dhe lejushmërisë së mos agjerimit, e këtë është që ke udhëtu disa kilometra, atëherë sigurisht që vendimi apo fetvaja është për me agjeru. Se edhe hiç mos ishte kështu, i madhi Zot në Kur'an po thotë wa an tasumu khairul lakum. Për me agjeru është më mirë për juve. Prandaj na fatmirësisht, elhamdulillah, populli jon e ka një kulturë të mirë të agjerimit muajit Ramazanit. Edhe me thonë, edhe më qartë është që dëshmia shoqërore, kolektive, më e madhja për islamin e këtij vendi është Ramazani. Sepse njerëzit ka mundësi me u hutue mos me agjeru, mos me fa namazin, por s'ka mundësi si shoqëri po flas në vendin ton, një rrethin, një rajon i veçantë mos me agjerue. Individ, njerëz, persona ka që nuk agjerojnë. Mirë po, si kolektiv, si shoqëri, llapi e din tonë dhe gollaku që është Ramazan dhe filoni e fisteku nuk agjeron. Mirë po, tërësia shoqëria agjerojnë. E këtë dominon vendin tonë, fatmirësisht. Prandaj edhe nëse dikush është në udhtim prej këtyre agjeruesve, do të më pas në konsiderat të qartë se ata nuk e prishin Ramazanin përveç se me qenë ndonjë situatë e pa përballueshme për ta. Dikush është udhëtar thotë po agjeroj se po kam qenë me agjeru. Prandaj edhe mendësia e qytetarëve, e njerëzve tonë, e besimtarëve është e tillë që edhe pse ka një lehtësim dispozicion, e zgjedh gjithherë mendimin apo dëshirën e agjerimit. E kjo është gjë e mirë. Mirë po nëse dikush për shembull udhton prej Podujeve në Prizren, ku distanca e kilometrave është aq e lartë sa që ke drejt për mos me agjeru. Në kuptimin e kilometrave. Ama ky person ka dalë pas imsakut. Ka dalë në radhë për shtëpisë vet. Ka filluar agjerimin. Ky një pjesë të ditës nuk është udhëtar. Gjatë rrugës ka hasur probleme shëndetësore se ka munduar rruga. Ka pas vjellje, s'ka mujt me qëndru agjerimit. Në momentin kur e ka vështirësinë e agjerimit gjatë rrugës, në çat moment vjen shprehje, lehtësimi prej Zotit dhe i lejohet për mos me agjeru për shkak të vështirësisë, jo për shkak të udhimit. A nëse konsiderosh udhëtar, parimisht ke drejt mos me agjeru, edhe nëse nuk ke vështirësi fare. Ramazani është nimet i madh. I bashkon besimtarët. Ramazani është mundësi e madhe. I zbut zemrat e njerëzve. Prej përmirësive të mëdha të Ramazanit është edhe shtrimi i iftarëve ndaj të tjerëve. Me ushqye agjeruesit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: është një grup i melekëve, të cilët e lutin Zotin xhaleshanu me mëshirua atë i cili ka ushqyer agjeruesit. Andaj melekët nuk kanë mëkate. E adhurojnë Zotin pa ndalë. Mundësia e pranimit të duave nga melekët është e madhe. E inshallah e pa refuzueshme. Prandaj nëse dikush ka mundësi me ushqyer ndonjë agjerues, le të ushqej që të përfitojë prej duas së melekëve e që lutën për atë person. Muhamedi alayhis salam na ka treguar gjithashtu dhe na ka thënë se ai person i cili e ushqen një agjerues e ka shpërblimin e agjeruesit pa i mungue fare nga shpërblimi i agjeruesit në fjalë. Prandaj ti kur i shtron në iftar dikuj e ushqen një agjerues, atëherë ke shpërblimin e tij të plot, pa i mungu atij për shpërblimit apo sevapit të agjerimit. Ky shpërblim ka që madh për agjeruesin nëse agjeron. Po nëse ky agjerim është Ramazan, që vlera në Ramazan është shumë e madhe,
E adhurimet në Ramazan shpërblehen shumë fish me shumë. Atër cili do të jetë shpërblimi i atij personi i cili fton iftar e ushqen agjëruesit. Ndërsa nëse je i ftuar për iftar, Muhamedi alayhis salam na ka mësuar dhe na ka thënë që të drejtat e besimtarit ndaj besimtarëve ka thënë janë 6. Ndërto ka thënë të drejtat të fjala dhe respektin, konsideratën e ndoshta edhe obligimin që kemi ndaj njëri tjetrit janë 6. Ndërto ka thënë kur të fton më u përgjigj ftesës. Andaj disa dietarë islam kanë thënë se më u përgjigj ftesës te atij që të fton është obligim, nuk është vetëm dëshira jotja. E nëse kjo është në Ramazan, në adhurim, në iftar, më bashku familja, bashk, cila është obligimi yt ndaj përgjigjes së kësaj ftese, që nuk po është vetëm fakti më u përgjigj ftesës për me agjëru, po vjen shprehje edhe bashkimi familjar, respekti, lidhjet farefisnore e kështu me radhë. Ama mos bëme na pak demela dhe me thonë që valla më ka bot të lashe se nuk isha shku e s'po kam qare, po më vjen marra mos me shku, se nuk isha shku se ma kalaj e ma mirë po njëna në shpe, po i haj ftare dhe po shtrina apo po shaj. Sigurisht që ndoshta në shtëpinë tonë ndihesh ma mirë. Ama se vapi nuk është njëjtë sikur më u përgjigj ftesës, sikur më lajnë shpe shtrat. Nëse je lodh pak më shumë, dihet e Allahu që kish probleme edhe për lodhjen. Krahas përgjigjes që ke përgjigj ftesës së atij që të ka ftuar. Mos t'i thrasim njerëz në iftar, pse po na vjen morre se na ka thirr raj, e mos me thirr na po na vjen keq. Për këtë arsye po i thras, thirrë njerëz duke lakmuar shpërblimin e Zotit. Jo për me bore procitet me ta, e më ju përgjigj ftesës së tyre. Përderisa ai ka ftuar të ftoj edhe one që mu barazu me ta, mos me të borç. Prej specifikave të Ramazanit, sigurisht që është edhe falja namazit. Falja namazit parimisht konsiderohet njëra prej adhurimeve më të mira të Zotit. Amo në Ramazan, farzët e kanë, sunetet e kanë shpërblimin e farzëve. Shpërblehen shumë. E nëse këtu sunet janë të forta, shpërblimi është më i madh. Prej veçorive të Ramazanit është edhe namazi taravive, i cili jo vetëm që falet si rekate dhe si numër, por namazi taravive falet në xhami. Zakonisht falet me xhamat. E shpërblimi në xhami, e me xhamat, e në Ramazan, e një numër i konsiderueshëm namazeve, se cila ka vlerën dhe peshën e veçantë të Madhit Zot. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë se ai personi i cili fal namazin e agjeron Ramazanin me kujdes, me bindje dhe besim të Zotit, për shpërblimin e Allahut xhaleshanuhu, do t'i falen gjunat që i ka vepruar më herët. Men qama ma al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl. Kush do prej juve që ka filluar me u fal me imamin dhe ka vazhduar me u fal bashkë me të derisa e ka kryer krejt ai, i shkruhet apo konsiderohet shpërblim për të, sikurse me u fal tër natën. E kur ti shkon në xhami, e fal farzën e acis me imamin bashk, e rrin me vllazërit ton musliman bashk, e fal taravin bashk, e fal vitrin bashk, e bën duan e dhikrin bashk. Ky organizim i besimtarëve, e në mesin e tyre sigurisht që ka njerëz devotshëm të mirë, e ndoshta për hatër të dikujt prej neve, Allah i fal krejt jetë. Kjo është shpërblim i veçantë tek i Madhi Zot, mundësia e jashtëzakonshme që njeriu vallahi do të me lakmue, mo angazhu e me insistu që me marrë këtë shpërblim, se një Zot e din Ramazanin tjetër ai gjallë apo si. Andaj do të me shfrytëzo këtë mundësi të madhe. Namazi taravis është sunet i fort. Prej suneteve të forta që i afrohet thuaj se vajibit.
por nuk është obligim. Muhammed Mustafaja alayhi salam ka dalë me fal namazin e taravih në xhami. Ja ka nisë me fal vetëm. Kanë ardhur disa besimtarë dhe ju kanë lidhur mbrapa. Ka dalë ditën e dytë, numri atyre që po falën pas pejgamberit alayhi salam u shtu dhe më shumë. Ka dalë ditën e tretë është rrit ky numër. Ditën e katërt pejgamberi alayhi salam nuk ka dalë në xhami fare. Kanë prit sahabët, por nuk ka dalë pejgamberi alayhi salam. Kur është dalë me fal namazin e sabahut, ju ka thonë: unë e di që ju më keni prit ju, por s'kam dashur të më dalë me fal namazin me juve, se janë friksu mos namazit taravive po ju bëhet obligim, apo mos po mendon dikush që është obligim. E Muhamedi alayhis salam ka qenë rahmet prej Zotit. E ka dashur që taravia me kon mundësi e shpërblimit, por jo rrugën dëshkimit. Sepse sikur të ishte obligim, ai që nuk e fal do të merrte dënim. Po ka dashur me lënë synet që kush ka mundësi, dëshirë dhe lakmi për shpërblim, atëherë me vrapu dhe me shfrytëzu atë që me marrë shpërblimin tek Malli i Zotit xhaleshan. Kështu që Ramazani që ka një mundësi e madhe, sepse në veten e saj apo veten e tij po ngërthej ka edhe namazin e taravive. Me emër të Allahut, inshallah Zoti na përshëndet në xhumon që vjen, me kohën e namazit të akşamit, fillon me u llogarit që ka hyrë Ramazani. Dhe taravit e para i kemi ditën e xhumon me emër të Zotit. Prandaj realisht aktivitetet e Ramazanit fillojnë me faljen e namazit të taravive. Imam Maliku transmeton hadithin prej Imam Yazid bin Rumanit se në kohën e Omer ibn Khattabit janë falur 23 rekate namaz. 20 rekate janë falë teravi dhe 3 rekate janë falë namaz i vitrit. Ata që din peshën e Muatta Imam Malikut e din që është për librave të sakta të hadithit. Imam apo dietari bashkëkohor i njohur Sheikh Shuaib Arnauti thotë se nuk di që ka ndonjë arsye dikush me thonë ky hadith është i pasakt. S'ka dyshim që hadithi është i saktë. Që janë fal 20 rekate taravih në kohën e Omer ibn Khattabit. Të dashur të respektuam, derisa ka ardhur Omeri si udhëheci besimtarëve, muslimanët i falnin taravih në grupe të ndara. 3-4 veta, 5-6 veta, varet për grupeve. Omeri për shikon besimtarët dhe po konsultohet me shokët e vet, me nxënësat e pejgamberit alayhis salam, dhe po ju thot: kisha dashur që këta njerëz me bë bashkë mas një imami, me unifiku besimtarët. Dhe këtë propozim që jep Omeri e gjen miratimin e të gjithë sahabëve. Dhe organizon namazin e taravive pas një imami të cilin e caktoi Omeri e ishte Ubej bin Kabi. Prej këtij momenti, namazi i taravive është fal 20 rekate deri në ditën e sotshme, inshallah ka më shkuar deri në Kiamet. Krahas hadithit sakt, kemi edhe historinë islame, dëshminë e besimtarëve, kur për çdo gjenerat me radhë, pa ndal hiç, është fal namazi taravive 20 rekate, edhe në haremet të mëdha në Mekë, në Medinë, deri në kohën e pandemisë, gjithherë janë fal ka 20 rekate. Prandaj namazi taravive i ka 20 rekate, plus një rekate të salat e vitr, për cilën kemi shpjeguar ligjëratat e kaluara, falet 23 rekate. Omeri, kur i sheh njerëz duke u fal pas një imami, të rreshtuar safa, të bashkuar, e taravia gjithashtu është mundësia e ofrimit mes njerëzve. Xhumoja luan këtë rol, po është një herë në javë. Bajramet e luajnë këtë rol, bashkimin e besimtarëve, po është 2 herë në vit. Ndërsa Ramazani është për çdo ditë. Këtë pas një adhurimi intensiv me agjërime, me namazë, me lexim të Kuranit që bëjnë besimtarët, në fund i bën bashkë në taravih. Modoshta me zveti.
Andaj kur i shoh Omeri, thot ni'mal bid'a hadhihi. Thot sa bidat i mirë, sa risi e mirë, që besimtarët janë më bashkë dhe po folën pas një imami. Imam Shafiu ka qenë njëri prej dietarëve të mëdhenj, njës si fuqishëm në gjuhës arabe. Sa që nëse ka thonë diçka në gjuhë, është llogaritur burim i gjuhës. Medhebi Shafii ka marrë emrin prej tij. Thot nga kjo kuptojmë që bidati është dy lloje, i mirë dhe i keq. Nëse është një risi e re, konform përputhet me shariatin islam, atëherë është e mirë. Nëse vjen kundërshtim me shariatin islam, atëherë është nga keqe. Prandaj çdo gjë që bëhet e re, nëse është konform shariatit, është e mirë. Nëse është kundër shariatit, është e keqe. E do të dalin dhe thonë se ja kjo fjalë e Omerit e ka kuptimin vetëm në aspektin gjuhësor. Vallahi nuk e besoj që e ke njoh gjuhën arabe shariatin më mirë se Imam Shafiu. Nuk e besoj në gjë të tillë. Prandaj ajo është burim e shekut 204 Hijri ka vdek Imam Shafiu. Ka qenë jetu në kohën e tabiinëve. Kështu që ka qenë për dietarët të shuar dhe dietarët të mëdhenj. E organizimi besimtarëve, tubimi i tyre, unifikimi i tyre, gjithherë është i nevojshëm, por sot është më i nevojshëm se çdo kohë tjetër. E rezultatet e përçarjes tonë të mbrëmshme e kena pa para 2 ditë. Kur jemi shkepi me vop pikë 5. E Zoti po mundohet përmes këtyre adhurimeve më na bashkuohet në vend. Prandaj dashur të respektojmë njëra prej roleve të Ramazanit është krahas aspektit të shpërblimit, është edhe unifikimi dhe bashkimi i besimtarëve musliman. Pejgamberi alayhi salam ka thënë, nëse plotësohet dita 29 e muajit Shaban dhe shihet hona mbrëmje, nesrit ditën e 30 mos e plotësoni Shabanin, po filloni Ramazanin. Po nëse nuk do këtë hona, atëherën ju ditën e 30 plotësoni, bën 30 ditë Shabanin, sepse kalendarin honor muajt janë vetëm 29 ose 30 ditë. S'ka mundësi me qenë as 28 as 31. Të plotësoni muajin Shaban 30 ditë dhe 30 dita 31 me automatizëm fillon të agjerohet muaji Ramazan. Por sot në kohën tonë as nuk dolëm me shikua honën, as se këqyrëm sa muaj ka bo Shabani. Në fillim të vitit kalendarin e kemi tregon saktësisht se kur fillon Ramazani. Me shkencës së astronomisë është mundësuar saktësisht për me ditë etapat e lëvizjes tonës kur përfundon muaji e kur fillon. Kur po flasim për astronominë, po flasim për shkencë e cila mësohet në shkolla, e ka studime, e fakultete, e punime, e rezultate të dëshmueme për punën e tyre. Prandaj astronomia është shkencë e cila sot tregon rezultate të prera për pas 10 viteve, jo sot e nesër. Pas 10 viteve tregon saktësisht se kur ndodh eklipsi, në cilën hapësirë përfshin, sa zgjat minutën dhe sekondën, e nuk po e din se kur përfundon apo kur lind hona, kur është mes e kur përfundon. Këtë mendim të astronomisë e mbështet Imam Subkiu, që ka vdek në vitin 756 Hijri, në shekullin e 6, para 8 shekujve. Imam Subkiu ka qenë prej dietarëve të shquar që është konsideruar si kur alim prej alimave të shekujve të parë, të 4 shekujve të parë. Ka thonë se astronomia është shkencë apo llogaritja astronomike është e sigurt, shikimi me sy është i dyshimt. Sepse ki mundësi më hutue për shkak migullinave, çështjeve të ngjajshme, mos me pas sakt honën. Por astronomia thashtë është e sigurt. Dhe këta e thot Imam Subkiu. Sheikh Shuaib Arnauti thotë e kompon një shqiptar të Siris, i cili e ka përgatit kalendarin e namazëve për 400 vitet e ardhshme me vija të caktume në precizitet shumë të madh. Shqiptar i Shkodrës. Thot po fatkeqësisht ai kalendar thot është djeg me pretendimin që s'bëm i besu atina. Sheikh Ahmed Gjemali
njëri prej mësuesave tonë vjetër sirian, sot më ka thonë një marinar se puna marinarëve ka të bëjë me çështjen e honës e kështu me radhë. Preciziteti i lëvizjes të honës është me sekonda është. Prandaj llogaritja e astronomisë është bazë shkencore e fuqishme që na kena të drejtë edhe duhet për më mësitë. Imagjinoni të dashur vëllezër, nëse dikush e sheh honën me sytë vet, se nesër është hona e re, fillon Ramazani. Duhet me ardhur të udhëhec si kompetent fetar, Ministria, Bashkia Islame, kush do të qoftë përgjithës, dhe me i thonë se kom pa honën. Nëse ja pranon dëshmin, ai është shpall të nesërmen Ramazan. Po nëse si ja pranon, nuk e shpall Ramazan. Dhe ky person nuk ka të drejtë më dalë më ju thonë njerëzve nesër është Ramazan. Se nuk është e drejtë e tij kjo. Ai agjeron për veti. Por s'ka të drejtë më dalë dhe me bë fitne, më ju thonë njerëzve, valla nesër është Ramazan. Çka mendoni për ata të cilët i ndjekun po të kuptimet e njerëzve që pak ka hiç marrë me këtë punë. Andaj neve na duhet për më unifiku bashkë. Prandaj kemi thonë, prej roleve të Ramazanit është ndikimi pozitiv në familje dhe në shoqëni. Ramazani duhet me fillu me përcaktimin e institucionit dhe përfundon me përcaktimin e institucionit, sepse këtë drejt e ka vetëm institucioni fetar kompetent vendin ku na jetojmë dhe veprojmë. A kam ku edhe një element me përmend, ndoshta një minutë. Veç vjen një pyetje tjetër. Thonë hoxh, e keni shpall Ramazanin sot, po hona nuk po doket. Dyshim paraqitet kjo. Dielli është çtu për shembull, hona është në pjesën tjetër. Kur toka është në mes, nuk ka mundësi drita me kalu honës. Hona nuk ka dritë, sipas shkencëtarëve po flas. Dritën e merr prej diellit. Kur e ka tokën në mes, edhe pse ka lind, nuk ka mundësi me rrok dielli dhe nuk doket. Sipas shkencëtarëve, 15 orë duhet honës për me lëviz që me rrok drita e diellit. Për këtë arsye ka mundësi ka lind, ka fillu muaj, po nuk doket se hala si ka bërë 2-3 motor. Me teleskop ka mundësi 2 motor me ditë, po jo më herët sepse keni objekt mes. Prandaj kjo nuk është dëshmi që valla ka filluar Ramazani se nuk pesha honën. Ata e din shumë më mirë kur fillon e kur përfundon